Kur thua zhvillim personal, si do të ndihmoj aplikacioni të zhvillim personal? Unë e pash në fillim, kur nisa, shumë njerëz më thonë që jo nuk ecën zhvillimi personal në Shqipëri, për shkak se shqiptarët nuk duan të përmirësohen, nuk duan të përmirësohen, duan të shohin vetëm drama në internet e tjerë e tjerë. Por kjo nuk është e vërtet. Ka shumë shqiptarë që duan të përmirësohen, ka shumë shqiptarë që duan të zhvillohen, dhe pse mos atë tregun që është jashtë ta sjellim edhe në Shqipëri. Dhe aplikacioni do jetë për sa i përket gjithë zhvillimit personal, pra pjesa e dijes, librave, pjesa e trupit, pjesa e lirisë financiare, çdo gjë do jetë e përfshirë aty brenda. Do jetë si një lloj komuniteti. I cili ofron cilën moshë? Të gjitha moshat? Po, zhvillimin personal ne të gjithë duam që të përmirësohemi pavarësisht moshës. Pikërisht, sepse ne për shembull mosha jon mund të zhvillojmë në veten tonë në çdo moshë potenciale të para më përpara. Ne për shembull mosha jon synojmë për lirinë financiare. Mosha juaj do më shumë besoj stabilitet, shëndetin, dhe mosha vjetër fokusohet më shumë te zhvillimi i shëndetit.